këtë edicion do të ndiqni. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armend Zemaj ka thënë se masat anti-Covid që janë në fuqi do të vazhdojnë, por nëse ka rritje të rasteve pozitive, do të ketë masa më rigoroze që nënkupton edhe kufizimi i lëvizjeve dhe kontakteve tjera. Këto komente Zemaj i bëri gjatë mbledhjes së Komitetit për vlerësimin dhe koordinimin e situatës epidemiologjike lidhur me Covid-19. Kryetari i komunës Ardian Gjini, drejtoresha OJQ-s Sheera Mirlinda Kusari Purrini dhe kompania e përgjedhur kanë nënshkruar kontratën për realizimin e aktivitetit rregullimi infrastrukturës së lumit Trakaneq në kuadër të projektit për ujë të pastër në Gjakov dhe Kukës. Shumë herë kemi raportuar për mungesën e literaturës në shkollat e mesme profesionale në Gjakov e në të gjithë vendin. Ndonë se ka filluar të përmirësohen kushtet, ende mësimdhënësit ligjërojnë e nxënësit shkruajnë. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjërësisht me informacionet e përgatitura. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK janë testuar gjithsej 3674 mostra të marra nga SHSUK dhe gjërmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cilave rezultojnë 591 raste pozitive. Gjakov është një rast 83 vjeç. Rastet pozitive janë nga komunat Prishtinë 205 raste, në Gjakov 20 raste e kështu me radhë. IKSHPK përsërit thirrjen për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia Covid-19. Masat parandaluese janë të njëjta me aksent të veçantë se personat pozitiv duhet të qëndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapjen në familje dhe në komunitet. Me zvoglimin e kontakteve do të bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit. Andaj rekomandojmë edhe një herë që të qëndrohet në shtëpi dhe dalja të jetë vetëm për nevoja të domosdoshme. Ndalimi rigoroz i takimeve me njerëz me të cilët nuk jetoni në bashkësi, pos qëllimeve specifike, ndalimi rigoroz i tubimeve e respektimi rigoroz i masave kufizuese në aktivitetet publike, thuhet mes tjerash në njoftimin e IKSHPK-s. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armend Zemaj ka thënë se masat anti-Covid që janë në fuqi do të vazhdojnë, por nëse ka rritje të rasteve pozitive do të ketë masa më rigoroze që nënkupton edhe kufizimin e lëvizjeve dhe aktiviteteve tjera. Këto komente Zemaj i bëri gjatë mbledhjes së Komitetit për vlerësimin dhe koordinimin e situatës epidemiologjike lidhur me Covid-19. Zemaj në mbledhjen e Komitetit për koordinim dhe vlerësim të situatës me Covid-19 të mbajtur të enjtën, ka thënë se sigurimi i vaksinës është mënyra vetme për parandalimin e pandemisë, por është shprehur se Kosova do të pranojë vetëm vaksinën e miratuar nga organizata botërore shëndetësore e jo nga Rusia e Serbia. Sot dhe kemi edhe reflektimin në vlerësimin javor, do të shohim nëse do të ketë nevojë të zona që apo rrezikshmëria e komunave që hynë në të kuqen të ketë vlerësim të masave apo edhe të aktiviteteve për të parandaluar infeksionin, bazuar gjithmonë në situatën epidemiologjike, nëse kemi rrezikshmëri të rritjes së numrit të rasteve. Ai ka thënë se në këtë takim do të marrin vlerësimet nga ekspertët lidhur me situatën Covid-19. Në situatën e të cilën ndodhemi, është domosdoshme që në mënyrë strikte të respektohen nga të gjithë. Ajo që është proklamuar dhe është obligim ligjor, distanca fizike, përdorimi i maskave, dezinfektimi dhe aerosja lokale, duke pamundsuar përhapjen eventuale të infeksionit dhe shmangjen e përhapjes në hapësirat e mbyllura. Drejtori i IKSHPK-s Naser Ramadani ka kërkuar të ndërpriten aktivitetet shkollore, fetare dhe ato të gastronomisë si masë preventive për shtimin e rasteve me Covid-19. Numri rasteve pozitive dhe vdekjeve nga Covid vazhdon të jetë i lartë dhe brengosës, si pasojë drejt për drejt e neglizhimit të masave. Në muajin shkurt kemi shkuar me një smundshmëri për 251 deri 260 në 100.000 banor, që paraqet një rritje të smundshmërisë për 8.8%. Duke pasur parasysh këtë rrezik dhe të panjohurat për shpërndarjen e shpejtë të Covid-19, ne duhet patjetër të vazhdojmë masat me një intensitet të shtuar praktikisht të ndërprerjes së aktiviteteve, të përkufizimit të tubimeve, të zbatimit rigoroz të masave të kontrollit që paraqet praktikisht një ndërgjegjësim edhe më të madh të individëve.
Drejtori i SHSKUK-s, Valbon Krasniqi, ka thënë se nga mesi i muajit shkurt është vërejtur rritja e numrit të pacientëve që kërkojnë hospitalizim. Ne si SHSKUK kemi ndërmarrë masat e cilat i kemi parapar me planin e menaxhimit të pandemisë COVID në aspekti klinik, duke përmirësuar sistemin e furnizimit me oksigjen, duke riorganizuar stafin, personelin shëndetësor, si dhe duke krijuar hapësira gjithësisht duke destinuar klinika dhe shtretër të ri për pacientët e prekur nga COVID. Kurse Sazan Ibrahimi, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tha se situata me COVID-19 në nivelin lokal është e menaxhueshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka folur për lansimin e fushatës bashkë kundër Covidit, e cila do të lansohet të premten në orën 11 në IKSHPK. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë shpalljen e rezultateve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 49.95% ose 438.334 vota, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 16.9% ose 148.296 vota, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 12.64% ose 110.978 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë shpalljen e rezultateve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit. Sipas rezultateve, vetëvendosje ka siguruar 49.95% ose 438.334 vota, pasuar nga PDK me 16.9% ose 148.296 vota, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 12.64% ose 110.978 vota. Kryetaria e KQZ-s, Valdete Daka, ka bërë publike rezultate duke sqaruar se pjesëmarrja në votime ka qenë 48.77%. Daka shtoi se lëvizja vetëvendosje do t'i ketë 58 deputet, PDK do t'i ketë 19 deputet, LDK do t'i ketë 15, AAK do t'i ketë 8 dhe lista serbe 10 deputet. Lëvizja vetëvendosje ka marrë gjithsejt 438.334 vota apo 49.95%. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 148.296 vota apo 16.9%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 110.978 vota apo 12.64%. Aleanca për Armërinë e Kosovës ka marrë 62.111 vota apo 7.078%. Srpska Lista ka marrë 44.404 vota apo 5.06%. Nisma Socialdemokrate ka marrë 21.998 vota apo 2.5%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës për vitin 2021. Në këto zgjedhje, personi më i votuar ka dalë të jetë kandidatja për presidente të Kosovës, Vjosa Osmani, me 300.788 vota, ndërsa listën e 10 personave më të votuar e mbyll Armend Muja me lëvizjen vetëvendosje. Në këtë listë, 4 më të votuarit janë femra. Glauku Njufca është i dyti i listës me 200.621 vota. Mandeja Arben Vitia me 107.813 vota. Enver Hoxhaj 100.518 vota. Donika Gërvalla 71.720 vota. Abdullah Hoti 69.620 vota. Vasfie Blair 60.885. Mimoza Kusari Lila 53.563 vota, Avni Dehari 51.116 vota dhe Armend Muja 24.073 vota. Kryetari i Komunës Ardian Gjini, drejtoresha e OJC-s Sheera Mirlinda Kusari Purrini dhe kompania përgjedhur kanë nënshkruar kontratën për realizimin e aktivitetit rregullimi infrastrukturës së lumit Trakaniq në kuadër të projektit për ujë të pastër në Gjakov dhe Kukës. Jam i lumtur që sot është nënshkruar kontrata për një projekt tjetër jashtëzakonisht të rëndësishëm mes organizatës Sheera dhe kompanisë përfituese që është Ark Projekt për fillimin e punëve në rehabilitimin e shtratit të lumit, tha Mestiera Zhini.
Komuna e Gjakovës ka nënshkruar kontratën mes organizatës Shehera dhe Ark Projekt për fillimin e punëve në rehabilitimin në shtratin e lumit Lokac ose Trakaniç. Kryetari i komunës Ardian Gjini ka thënë se lumi Krena do të jetë projekti i radhës që do të vazhdohet edhe në 2 faza. Me lumin Krena pothuajse kemi përfunduar në pjesën e qytetit, si vjet vazhdojmë edhe në 2 pjesë tjera, për gjatë rrjedhës deri në Ernik edhe deri te Tulltoria, ndërsa fillimi i këtyre punimeve është diçka tepër e rëndësishme për komunën e Gjakovës, për shkak se në vitet e ardhshme ne do të zgjerohemi në Gjakovën e re në Rezina, kështu që brenda qytet do të mesin 2 lumej. Unë ju uroj shumë sukses edhe kompanisë përfituese në këtë punë, edhe organizatës Shehera, këtë projekt me paramarrëse ka kryer komuna e Gjakovës, mirëpo kjo ndihmë është e jashtëzakonshme për ne. Përfaqësuesit e organizatës Shehera falënderuan komunën e Gjakovës për bashkëpunimin si dhe treguan që ky projekt ka të bëjë me ujë të pastër në Gjakovë. Ky projekt ka të bëjë me ujë të pastër në Gjakovë dhe Kukës. Është projekt ndërkufitar i mbështetur nga IPA fondet e Bashkimit Evropian dhe njëri menaxhohet nga zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë. Ndërsa nga Ark Projekt u tha se ne si kompani implementuese do të bëjmë të pamundurën që ta realizojmë ashtu siç është e paraparë në preventivin dhe paramasat e parallogarisë që i kemi. Ne si kompani implementuese këtij programi do të bëjmë të pamundurën që ta realizojmë, ta funksionalizojmë ashtu siç është e paraparë në preventivin dhe paramasat e parallogarisë që i kemi. Dhe shpresojmë me kualitetet dhe standardet më të mira të implementojmë në vend që të krenohemi edhe ne si ekzekutues, edhe rrethina, edhe qyteti. A dëshirojmë kryetarit dhe lindës që ta vazhdojnë, mos nalen kësi, edhe kam besimin e plot që do të vazhdohet edhe do të implementohet, që edhe lumit Lukac t'i kthehet dinjiteti, mënyra, forma dhe një pasqyrë pozitive për krejt qytetin e Gjakovës. Kryetari i komunës ka uruar kompanitë përfituese dhe organizatën Shehera për punën dhe angazhimin e vazhdueshëm. Oda e mjekëve të Kosovës shprehu mirënjohje për punën e mjekëve të institucioneve të ndryshme shëndetësore gjatë pandemisë, si dhe kontributin ndër vitet të mjekëve të cilët janë pensionuar së fundmi duke ju ndarë dekorata. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleura Sejdiu, në fjalën e tij para një numri të kufizuar të të ftuarve, deklaroi se kishin vendosur që të nderonin të gjithë personelin mjekësor, duke iu ndarë dekorata institucioneve dhe jo emrave të përveçëm, pasi kështu do të nderohet i gjithë personeli. Sipas tij, komisioni ka nderuar edhe institucionet të tjera jo shëndetësore, por që njëjtë sikurse mjekët kanë qenë në krye të detyrës gjatë pandemisë. Në emër të këtyre institucioneve foli doktoresha infektologe Lendita Ajoza Berisha, që u pajtua me idenë që mirënjohjet nuk janë ndarë për individ, por për institucione, pasi sipas saj në luftën me pandeminë kanë qenë të gjithë të përfshirë. Ne të gjithë e dimë që klinika infektive ka pas barë kryesore që nga fillimi i pandemisë, nga 8 shkurti kur kanë fillu edhe rastet e para të dyshimta. Në 3 mujorin e parë ka qenë klinika e vetme e cila është marrë me COVID-19, me raste të dyshimta dhe raste të cilët kanë qenë pozitive, mirë po për shkak të rritjes numrit raste, pastaj kanë filluar edhe klinika tjera. Oda mjekëve ju nda mirënjohje dhe mjekëve të cilët janë pensionuar gjatë vitit të kaluar, si doktor Adem Nura, doktoresh Mirsada Beluli, doktor Njazi Gashi, doktor Ramadan Kryeziu, doktor Recep Manaj, doktoresh Vjolca Hadri, doktor Ilyas Bunjaku dhe doktoresh Hajrije Hysenaj. Pas transmetimit të kronikës në edicionet e djeshme të lajmeve në të cilën u shfaq problemi i sasisë së madhe të mbeturinave në rrugën Fitim Domi në Gjakovë, sot janë larguar tërësisht nga aty. Transmetimi historisë e ekipit e TV Syrit një ditë më parë duket se nuk ka rënë në vesh të shurdhër. Sot ekipet e kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati në bashkëpunim me komunën e Gjakovës, respektivisht zyrën për menaxhimin e mbeturinave, kanë marrë aksion duke pastruar këtë deponim me mbeturina në rrugën Fitim Domi. Por përveç kësaj në ditët në vijim do të bëhet edhe pastrimi i deponive tjera në këtë komunë, kështu është shprehur Xhelal Bellaja, menaxheri i operativës në këtë kompani. Sot i më dalë më njerën veprojmë, siç edhe dje e të sekem, na kemi vazhdu këtë javën me ekip deponit cilot ku kanë
ku ka aty këto në territor të Gjakovës. Jemi në vazhdim. I kemi shënuar në disa bashkë me zyrën për menaxhim të veterinar disa pika, edhe mendoj që gjatë javës vetëm jemi të eliminua ato. Kështu ashtu edhe nuk jenë mjetë shumë, vetëm kanë filluar mu vetë djesu qytetarët, shpresoj edhe në këtë pjesë, nashta vihim edhe një kronik tjetër e bojmë mas një javë, 2 javë ta shohim a është që ka gjendje apo ka mendohet prapë. Po ashtu një nga banorët e lagjës tha se është shumë i kënaqur me këtë aksion që ka marrë kompania Qabrati dhe shpreson që ndërgjegja e qytetarëve të rritet sa më shumë për një ambient më të pastër. Kjo pasi që sipas tij janë vetë banorët që kanë shkaktuar këtë situatë dhe kompanisë Mbetorina po i duhet punë shtesë që pastërtia të jetë në nivel. Gjatë ditës ku ishin duke u larguar mbetjet sanitare, kompania Qabrati ka bërë edhe largimin e mbetjeve inerte. Shumë herë kemi raportuar për mungesën e literaturës nëpër shkollat e mesme profesionale në Gjakov e në të gjithë vendin, ndonse ka filluar të përmirëson kushtet ende mësimdhënësit ligjërojnë e nxënësit shkruajnë. Mungesa literaturës në shkolla mbetet problem shqetësues tash një kohë të gjatë për nxënësit e sidomos për ata në shkollat e mesme profesionale. Në shkollën e mesme teknike në Xhmedin Nixha në Gjakov nxënësit shkruajnë për të mësuar. Ata thonë se kjo merr kohë dhe u shkakton vështirësi në të nxënë. Këtë literaturën që kemi prej profesorave që i kanë nxjerrë përmes librave të universiteteve, po gjitha tradukune. Kjo është shumë problem për neve pasi që koha e krejt ora mësimore na shkon duke shkruar mësimet që na diktohen, ku këtë kohë na kishim mujtë me shfrytzu të marrë informata ma tepër të diskutuar në vend se me shkruar mësimin. Mungesa e literaturës shkakton problem se nëse ne e kryjm shkollën e mesme dhe dojna me drejtu në fakulteta në institucion shkollor ma shumë, atë kena pas problem, nëse ata lypin ma shumë se na kem morë në shkollë mesme. Me të njëjta telashe përballen edhe në shkollën e mjekësisë Hysni Zajmi. Profesori Sulejman Ahmeti thotë se për lëndën që ai ligjeron ka material të mjaftueshëm, mirë po ka të tjera në të cilat diktimi është i pashmangshëm. Vendosur fakti që disa rënë tjera mjekësore, disa prej tyre kanë mungesë literature. Dhe kjo mungesë për shkak të diktimit të profesorëve humb kohë shumë të nxënësit, ja merr kohën dhe nxënësit gjithmonë janë të mangët lidhur me këto lëndë mësimore. Gjithmonë kemi qenë koherent, kemi diskutuar vazhdimisht që prej ministrie, sidomos prej ministrie është mungesa e literaturës dhe nuk po mund të kompletojmë këtë literaturë, as në lëndë mjekësore, as të përgjithshmet. Kjo problematikë e preokupon edhe Kaltrinën që është nxënëse drejtimit të infermierisë këtu. Kemi mungesë të literaturës, të lëndëve të përgjithshme dhe lëndëve mjekësore, ku na bën të ndikon shumë negativisht tek ne, për shkak se jemi të dekoncentruar dhe nuk mund ta kuptojmë shpjegimin gjatë orës mësimore. Mungesa librave po shkakton telashe dhe mësimdhënësve. Në shkollën ekonomike Kadri Kusari, profesori Din Hoti, i cili ligjeron lëndën e juridikut, tha se ata detyrohen të mbledhin literaturë nga burime të ndryshme. Ne duhet i përmbledhim disa materiale të ndryshme, marrim kaptina dhe formulojmë skriptën. Libër adekuat për këtë lëndë nuk ka edhe për shumicën e lëndëve tjera nuk ka. Pothuajse gjithë profesorët veprojnë kështu njëjtë. Nxënësit këtu shprehen se me gjithë përpjekjet e mësimdhënësve ka lëndë ku mungon literatura specifike. Është praktika profesionale, shkruajmë tonë kohën e nuk kemi ndonjë libër përkatëse për rreth asaj lënde. Pa libra të definuar dhe më orë të shkurtuara, nxënësit dhe mësimdhënësit në këto shkolla po bëjnë të pamundurën që të realizojnë mësim sa më kualitativ. Për nxënësit që u treguan më të suksesshëm në garën e fizikës në Gjakov, sot u ndan mirënjohje, e të cilët u përgëzuan zyrtarisht. Profesorët dhe nxënësit e gjimnazit Hajdardushi në Gjakov sot morën mirënjohje nga drejtoria e arsimit për angazhimin dhe suksesin që po tregojnë. Puna e palodhur e mësimdhënësve bëri që nxënësit Albi Macula, Gresa Asani, Olsa Domi, Fiona Meqa dhe Ergen Himaj të triumfojnë në garat komunale në lëndën e fizikës. Mirënjohja vjen si pasojë e vendit parë në garat komunale të fizikës. Rezultatet mund të them që ishin të pritshme, andaj edhe mirënjohja është vlerësim shumë i madh, cilin më bën të ndihem shumë mirë.
Sa i përket garave republikane, rezultatet zyrtare do të dalin në vijim dhe pastaj për çdo të re do të njoftohemi. Unë jem shumë e lumtur edhe i falenderoj shumë që sukseset tona janë të shpërbly, sadopak me një certifikat një mirënjohje, edhe besoj që edhe në të ardhmen kemi më arrit edhe suksese më të shumta edhe jo me mbaru me tash. Njëherë drejtori i kësaj shkolle thotë që angazhimi dhe puna gjithmonë të bëjnë fitues. Në shkollën tonë i kemi kursuar një rol dhe rëndësi të veçantë, sidomos aktiviteteve jashtëmësimore dhe sinqerisht e ndjem veten shumë të lumtur që tashmë gjimnazi Hajdardushi është dominant në shumë degë të ndryshme, por sot është një punë, një sublimim i gjithë asaj që është bërë ndër vite. Mësimdhënësja lëndës së fizikës ndjet mjaft e lumtur me këtë sukses. Arritjet e tyre na bëjnë krenar kudo që ndodhemi. Fundina tepër e lumtur, është viti 5 me radhë që organizohen këto garat komunale edhe republikane të lëndës së fizikës. Normal që suksesi asnjëherë nuk ka mungu në gjimnazin tonë. Kjo fal bashkëpunimi që kemi pas ne si aktivi fizikës, normal që në bashkëpunim edhe me nxënësat, edhe normal që nuk ka mungu suksesi për cilin asot jemi krenar. Me këtë punë të nxënësve ata bën krenar vetëm, familjen dhe ne si shkollë është thënë mes tjerash në këtë ceremoni. Në vazhdim të ndjekim grafiken e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Ministri në detyrë i shëndetësisë Ermen Zema i ka thënë se masat anti-Covid që janë në fuqi do të vazhdojnë, por nëse ka rritje të rasteve pozitive, do të ketë masa më rigoroze që nënkupton edhe kufizimi i lëvizjeve dhe kontakteve tjera. Këto komente Zema i bëri gjatë mbledhjes së Komitetit për vlerësimin dhe koordinimin e situatës epidemiologjike lidhur me COVID-19. Kryetari i komunës Ardian Gjini, drejtoresha OJC-s Sheera Mirlinda Kusari Purrini dhe kompania përgjedhur kanë nënshkruar kontratën për realizimin e aktivitetit rregullimi infrastrukturës së lumit Trakaneq në kuadër të projektit për ujë të pastër në Gjakov dhe Kukës. Shumë herë kemi raportuar për mungesën e literaturës në për shkollat e mesme profesionale në Gjakov e në të gjithë vendin, ndonë se ka filluar të përmirësohen kushtet ende mësimdhënësit ligjërojnë e nxënësit shkruajnë. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve, për më shumë vizitoni portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.